Mbetjeve pran incineratorit të Elbasanit u përfshin nga flakët duke shkaktuar përhapje të tymit toksik dhe rrezik për banorët. Dyshimet janë për zjarrvënie të qëllimshme, ndërsa vënia e flakëve nën kontroll është e vështirë edhe për shkak të grumbullimit të mbetjeve të papërpunuara. Fusha e mbetjeve të incineratorit në Elbasan u përfshi nga flakët këtë të martë. Tymi toksik i lëshuar nga djegje e mbetjeve të ndryshme, mbuloi zonën siç tregojnë këto pamje. Forcat zjarfikëse të Bashkisë Elbasan u angazhuan në një operacion për të vënë nën kontroll zjarrin, por për shkak të materialeve që digjen dhe erës që ndihmon për hapjen e flakëve, ndërhyrja është e vështirë. Për të ndihmuar në operacion janë thirrur dhe zjarfikës të bashkive të tjera të qarkut Elbasan, thanë burime. Pran incineratorit të Elbasanit grumbullohen mbetjet e 7 bashkive të qarkut, të cilat nuk janë përpunuar për një kohë të gjatë, ndaj dhe për masat e zjarrit janë të mëdha dhe vënia nën kontroll është e vështirë. Shkaqet janë ende të paqarta, por ka dyshime për zjarrvënie të qëllimshme ndaj një grupi posaçëm hetimor po ndjek zhvillimet. Përhapja e tymit toksik krijoi një situatë shqetësuese për banorët që jetojnë përreth. Fusha e mbetjeve të incineratorit të Elbasanit është përfshirë nga flakët edhe në verën e vitit të kaluar, ndërsa zjarfikësve ju deshën disa ditë për të shuar përfundimisht zjarrin. Pas zjarrit të vitit të kaluar, Prokuroria e Elbasanit nisi një hetim për shoqërinë Ekoalp për djegjen e mbetjeve që mëtej u zgjerua dhe për akuzat shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv.